Në qytetin e Gostivarit është hapur së fundmi biznesi i ri lokal, Bella Vita Drinks, një sipërmarrje moderne që synon të pasurojë ofertën urbane përmes një koncepti të veçantë shërbimi, cilësie dhe kulture ushqimore. Bella Vita Drinks funksionon si një shitore specializuar në produkte ushqimore të përzgjedhura, duke përfshirë lajthi, ara, fëstëk, llokume, fruta të thata, produkte të tjera organike, si dhe ëmbëlsira dhe sheqerka të ndryshme për fëmijë. Oferta plotësohet me pije speciale orientale, të cilat i japin lokalit një identitet të dallueshëm dhe një dimension kulturor të veçantë. Ceremonia e hapjes u zhvillua në praninë të një numri të madh qytetarësh, miq dhe familjarësh, duke reflektuar interesin dhe mbështetjen e gjerë të komunitetit lokal për këtë iniciativë të re. Hapja u shoqërua me një ceremoni fetare, ku u zhvillua një dua, duke i dhënë ngjarjes një karakter solemn dhe simbolik. Dritanit Allah Gjeleshani e japart dhe rëskën në fakan me halal ja Rabbil Alemin, e fitot me halal, e trashëgot dhe jetë gjatë bosh ja Rabbil Alemin. Me sallallahu ala seyyidina Muhammedi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alemin. Istejib duana bi hurmeti Tevrati ve Zeburi ve İncili ve Furqanil Azim bi rahmetike ya arhamer rahimin. Ve selamun ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alemin. Rida'en lillahi teala'l Fatiha. Kjo përvojë shumë vjeçare në sipërmarrje përbën një bazë të fortë për zhvillimin dhe suksesin e këtij projekti të ri. Bella Vita Drinks ndodhet përballë parkingut të Pallatit për Kulturë, në një lokacion strategjik dhe lehtësisht të qasshëm për qytetarët, duke synuar të zhndorohet një pikë referimi për shërbim cilësor, produkte të shëndetshme dhe përvojë bashkëkohore konsumi në Gostivar. Ky investim i ri përfaqëson jo vetëm një hap përpara në zhvillimin ekonomik lokal, por edhe një vizion të qartë për promovimin e kulturës së shërbimit dhe mirëqenies urbane në qytet.